Sot është 25 nëntori dhe shënohet 20 dhjetori i pranimit të ISO polifonisë në UNESCO. Cila është rëndësia e kësaj dite dhe unë tani flas me drejtorin e parë të festivalit të parë të polifonisë në Shqipëri. Dhe në këtë status e kërkoj intervistën. E para më vjen jashtëzakonisht mirë që çdo nëntor së bashku ne bëjmë intervista, pasi është muaj i pavarësisë, por për fat përkon edhe me datën 25 nëntor të vitit 2005, ka qenë data kur ISO polifonia shqiptare është pranuar nga UNESCO si vlerë e patjetërsueshme e njerëzimit. Është një datë shumë e rëndësishme për gjithë ata që merren me polifonin, për këngëtarët, për rapsodët, për ata organizatorët e grupeve të cilët gjatë gjithë periudhës vitit mundohen me gjitha mënyrat e tyre dhe me vështirësitë që kanë për të realizuar dhe për të mbajtur gjallë këtë vlerë të jashtëzakonshme që na ka lënë të para ta. Për gati 20 vite janë zhvilluar aktivitete të ndryshme. Festivali i parë i polifonisë praktikisht ashtu filloi, ka filluar në maj të vitit 2001 dhe në atë vazhdim kemi së bashku edhe me Ministrinë e Kulturës, me Qendrën Kombëtare të Veprimtarisë Folklorike, gati për 11 vite me radhë deri në vitin 2011 ne kemi realizuar çdo vit festivalet fillimisht të polifonisë dhe me shpalljen në mënyrë zyrtare të kësaj vlere të shqiptarëve të mos të jugut të Shqipërisë, ne kemi quajtur festivali i ISO polifonisë. Janë zhvilluar shumë aktivitete, mendoja që sot do kishte diçka që ta kujtonte këtë si datë, qoftë nga shoqatat, qoftë nga grupet, qoftë pse edhe nga entet shtetërore, por me që po shikojmë deri në këtë moment nuk ka asgjë për të realizuar. Siç e përmendët dhe ju, një herë thoshit ISO polifonia, një herë thatë polifonia. Shumë debate janë sot në lëmin e specialistëve, atëre cili është mendimi juaj? Mendimi im është ky, që është shliruar shumë energji për këto tema. Për mua më e rëndësishme nga të gjitha është që kjo vlerë a do të transmetohet te brezi tjetër, a do kemi mundësi që të organizojnë festivale, a do kemi mundësi që ne të gjejmë talentet e reja të kësaj fushe, se s'mund të ngelemi akoma me këngëtarët që vlerat e tyre janë të padiskutueshme, të patjetërsueshme. Dhe kjo është ajo që duhet i mësojmë më tepër energjia e gjithë studiusëve atyre që merren me këto tema, se për mendimin tim, qoftë polifoni, qoftë ISO polifoni, bazën e kanë tek greqishtja. Polifoni shumë zëra. Unë shumë vite më para kam bërë një shkrim, ide ishin dhe ato, po cilat dhe unë shkruaj shumë zërë si shqiptar. Por them që është një energji e shliruar kot. Energjia duhet të fokusohet vetëm tek përcjellja në breza. Dhe në fakt po përcillet, paktën ne në Vlorë sot shohim 10 këngëtar të polifonisë, apo jo? Shiko, këngëtarë që kanë dalë dhe do dalin, se kjo është një lumb, s'mund ta ndali absolutisht asnjë njeri, por problemi është që këta lloj këngëtarësh duhet që edhe nga specialistët, edhe nga rapsodët, duhet shikohen, nuk mund të ketë më këngëtarë, si që ndalin para në me humor, që kështë këngëtarë skene dhe këngëtarë tavoline. A kemi këngëtarë skene? Ky është problemi. Pa, se këngëtarë, kjo është, si të thash, është një lumë, cili duam se ndërpret do të absolutisht asë njeri. As isua, as pa isua. Kjo do është një vlerë që do të vazhdoj. Faleminderit. Faleminderit juve.